kam raportet që ndonjëherë një zyrtar i qendrës punë sociale ku të Kosovë i ka 250 raste dhe kriterja apo normalja në BE është 30. Këto raporte nuk janë kriju prej neve, janë kriju prej organizatave ndërkombëtare, por kjo është kompetencë e komunës, jo imja. Domethënë mos të marr diçka që nuk është imja. Muj me ndihmu, sepse do të rekomandoj, ne kemi përgatitur një dokument që me i rekomandu komunave, në këtë rast kryetarëve të komunave, që me rrit stafin, që asun se kuptoj pse ata nuk e rritin stafin, domethënë në Lipjan do duhet të ishte minimum 6 dhe janë 3 këtë rast, dhe për këtyre 3-ve 2 janë me licencë, nuk janë as 3 me licencë. Edhe kjo është një prej gjetëve në raport. 2 me licencë, një është pa licencë. Jo, ai pa licencë krymon me shërbime administrative, por nuk merret me rastin, nuk e menaxhon rastin. Kështu se vesh 2, a e kupton sa e rëndë është. 6 fëmijë të tjerë në bazë të asaj që unë kam informacion, janë shumë mirë me shëndet, janë strehu, janë monitorim nga ana streamore, bëhet përmes neve, përmes Departamentit për Shërbime Sociale. Fëmiu që është i vogël, është në një gjendje stabile, por që ti mund t'jesh, nuk po du me i thonë çdo detaj, shibe, po ti mund t'jesh stabil në aspektin fizik, por në aspektet tjera, ai fëmijë ka psu trauma të mëdha. Është nuk jam ndoshta unë kompetent, por ne është Ministria e Shëndetësisë, shëndeti mendor e tjera, po ai fëmijë ka psu trauma të mëdha. Edhe kjo është një problem në vete. Në Kosovë ka familje, dhe fatmirësisht unë jam i lumtur që ka familje të tilla, të cilat kanë marrëveshje me ministrinë këtë rast, Departamentin për Shërbime Sociale dhe strehojnë fëmijë të tillë. Por kjo nuk do të thotë që ata fëmijë strehohen permanent. Ata fëmijë strehohen deri në një gjetje apo zgjidhje tjetër për ata fëmijë. Është i përkohshëm. Ky është një problem goxha i madh, se çka do të ndodhë me këta fëmijë. Është një problem që nuk e përfshin më ministrinë time, sepse duhet me marrë një vendim tjetër kush, është gjykata që merr vendime të tilla, a do t'ja merr familjes të drejtën e prindërimit për hershëm, që do duhet me marrë në këtë rast pashmangshëm, dhe kur do që ja merr, pastaj do qendra tjera që dërgohen ta fëmijë në jetimore e tjera për mbikëqyrje. Çka ndodh me këta fëmijë mbetet të shihet. Ajo që ka ndodhë pa tjetër dhe që ka mund të sigurojë që këta fëmijë nuk do t'jenë pa për kujdesit shtetit, është fatkeqësi e madhe që s'kemi mujtë me parandelu, por në natyrisht që tash do t'jenë në për kujdesit shtetit. Derisa këta fëmijë keni zgjidhje permanente, qoftë me ato që përmenda familjen, qoftë në forma tjera që ne gjejmë. Ka ndodhë, në bazë informacionit që unë i kam, që buxheti që ka qenë dedikuar për QPS-t, X komunash, e kanë rialoku në departamente tjera. Domethënë një buxhet që është dhënë për QPS në Kuiriun, nuk po marr shembull të cilën komunë asnjë në komunë, një X kryetari i komunës, dhe kjo nuk është pak, shumë ka ndodhur këtyre, e ka marrë këtë buxhet, e ka rialoku diku tjetër sepse ka konstatuar që çtu nuk është e nevojshme me investu. Qeveria e ka dhënë buxhetin, komuna e ka rialoku buxhetin. Ajo që ka po shqyrtojmë ligjërisht a mundemi, është me i obligu komunën që ne kur të dërgojmë që të buxhet komunës që atje, këtë rast qeveria jo ministria, ai mos më pas drejt me lëviz, po me investu në QPS-n komunale. Qoftë në infrastrukturë, qoftë në njerëz, qoftë çka do të